Do të zhvillojmë tani intervistën në kuadër të lajmeve dhe me të gjitha këto zhvillime politike gjatë ditëve të fundit, kemi mjaft edhe për të analizuar nga ekspertët dhe njohësit e zhvillimeve politike. Me mua në studio është analisti Ilir Luma. Zoti Luma, mirë se vini në Alsat. Mirë se vgjeta, përshëndetje shqiptarëve. Ministri i Shëndetësisë, kreu i Aleancës për Shqiptarët Aravari, ka njoftuar se nesër do të deponoj dorëheqjen e tij. Pritet që kjo të ndodhë edhe me funksionarët të tjerë të Aleancës për Shqiptarët. Të bëjmë një vlerësim të përgjithshëm, iku Aravari ose u përjashtua nga qeveria? Është e vërtet se ka dualizëm apo dihotomi në kuptimin e gjërave, gjithsesi në kuptimin e lëvizjeve apo veprimeve të Taravarit, zotit Taravari, lidhje me qëndrimin e partisë vete në qeveri apo dalje nga qeveria. Njëna palë, ata që mbeten në qeveri thonë se ai nuk nuk del, po do përjashtohet, kurse në anën tjetër ky thotë unë dalë dhe do deponoj dorëheqje kështu me radhë. Por që se marrim anën formale të veprimeve, me vetë faktin se ky deponon dhe nuk përjashtohet, do të thotë ashtu s'paku duhet kuptohet se ai del. Gjithsesi, në kohëve të fundit, edhe pse në fillim ende nuk diej saktësisht cila ishte arsyeja e ndryshimit të qëndrimit të zotit Taravari dhe të Aleancës për Shqiptarët. Njëherë pse hyri në qeveri bashkë me Vlenin dhe tash pse del nga qeveria. Fillimisht s'paku, po që se nisim nga deklaratat e zotit Mickovski, pra kryeministrit, se arsyeja pse ai do kërkonte takim cilin ma vonë edhe realizoj, ishe se zoti Taravari kish pas një takim me kreun e BDI-s, zotin Ali Ahmeti, tashi ai takim a ishe përmes telefonit apo drejt për drejt, edhe unë nuk kam informata, edhe nuk u sqarua deri në fund, që ishe një... Varet cilën palë pyet. Varet po, në palë në cilën palë, po pikrish ashtu. Për mua një shkak pse bën një takim me këtë dhe kërkon arsye pse ka kontaktu me opozitën derisa ky është në qeveri, pra në pozit, për mua është e pa kuptim ai qëndrim i zotit Mickovski, po që se ka qenë vetëm ai, ndoshta ka pas edhe arsye tjera zoti Mickovski, cilin opinioni nuk e din, apo s'paku unë nuk kam informata dhe nuk mund ta them mendimin tim, po që se ka qenë vetëm ajo arsye, ajo është diçka që është e pa kuptim, veçanërisht këtë nuk mund ta kuptojnë mirë njohësit e mirë të veprimeve në shoqëritë demokratike. Kur them në shoqëri demokratike, jo me deklarim demokratike, por me institucione të demokracisë funksionale. E dim se Maqedonia vite me radhë që nga pavarësia dhe funksionimi i institucioneve demokratike shumë partijake në Maqedoni, fatkeqësisht institucionet vetëm quhen demokratike, por veprimin e vet ashtu siç duhet, me ndoshta pak përjashtime nuk e bëjnë atë, dhe në këtë drejtim ndoshta gjitha partitë politike në të ardhmen duhet mendojnë dhe qëndrimet e veta edhe vendimet e veta që marrin pro apo kundra qeverisjes duhet të nisin nga ky konstatim. Do ketë institucione demokratike funksionale në Maqedoni apo nuk do të ketë. Po që se nisen nga ky këndvështrim, mandej nuk do të ketë probleme pse dikush me dikant kontakton dhe bisedon, apo bie fjala pse dikush, në rastin konkret zotit Taravari, vendos të dale nga qeveria, ende është e pa kuptim, do me thënë, a del apo përjashtohet. Kjo nuk është definu ashtu si që duhet s'paku nga ata që janë palë në kundërshtim me njëra tjetërën. Prandaj, them, kjo, madje mos them, është e pakumtik, po se po është edhe
qesharake, por që se arsye është vetëm pse ai ka pas një kontakt me një parti politike që është në opozit. Megjithatë, kryeministri nuk thot se pse ka pasur kontakt me partinë politike që është në opozit. Ai thot pse ka pas kontakt pikërisht me BDI-n, të cilën ai e quan partitë të pareformuar dhe të kriminalizuar. Sipas tij, kjo është arsyeja. Shifni, tash nëse i përket asaj që është parti e pareformuar, reformat janë çështje pak a shumë edhe të komplikuara, veçanërisht një institucion që ka vepru vite me radhë, madje edhe decenije me radhë në pushtet, është çështje që edhe me siguri edhe ata në parti mendojnë dhe bëjnë apo duhet bëjnë reforma. Mirë po kur vendosim dikën të quajmë të kriminalizuar do një institucion, ajo është qëndrim ma tepër politik derisa institucioni që e vlerëson është dikush apo do një institucion i kriminalizuar apo jo, nuk e be atë vendim, ajo është prokuroria dhe fjalën definitive e ka gjyqësori. Në disa debate që kam marrë pjesë, unë kam thënë kështu, shumë, ajo nuk është dukuri të ne në Maqedoni, ajo është dukuri kudo, atë spaku atë ambient që e përcjeli në Kosovë, në Shqipëri, shumë letë thonë ti ke vjetë, ti i kriminal, ke bë keq përdorime ekonomike. Faktografia e verifikon ata. Dhe një politikan serios, veçanërisht një premier serios, asnjëherë nuk e merr rolin e prokurorit apo gjykatësit, para se gjykata dhe prokuroria, gjithsesi prokuroria dhe gjykata nuk dalin me qëndrime të sakta se njëna pala është kështu apo nuk është ashtu. Prandaj dhe në fund kur zakonisht këtu ndodhin në fushatën zgjedhore, mandej fillon të funksionojë qeveria, nëse nuk ka mosmarrëveshje në qeveri, heshten situatat, nuk them unë se s'ka kriminalitet. Ajo këshu s'paku flitet, mirë po unë nuk mund të them se ky edhe ky është fajtor për atë veprim kriminogen në një institucion. Prandaj këtu duhet të jemi pak a shumë të rezervuar, të kemi atë kulturën politike, mos ta akuzojmë dikën para se të kemi faktet nga institucionet valide, jo nga thashe themet. Si vlerësoni arsye që dha zoti Taravari kur elaboroi arsye, domethënë e largimit të tij nga qeveria, ai përmendi mungesën e ndryshimeve kushtetuese, faktin që nuk janë bërë, përmendi gjuhën shqipe, përmendi balancuesin, dhe më herët ka përmendur edhe faktin që nuk ka pasur bashkëpunim me liderët e tjerë të vlen, në atë formë siç kanë pasur bashkëpunim 3 liderët e tjerë. Ai madje tha se ato gjithmonë rrinin bashkë dhe sillnin vendimet bashkë dhe ky është ndjer i përjashtuar. Sipas jush, mbajnë këto arsye? Arsyet a mbajnë apo nuk mbajnë, duhet të kishim qenë pjesë e atij institucionit për të thënë në mënyrë valide se po. Mirë po deklarata e tij, që tani më është deklarat dhe e arsyeton largimin e vetë, po që se dalin të vërteta ato që thot ai, është i vonuar. Domethënë, para aktit të kryer, kur ndodh diçka, ajo arsyetimet të tilla janë të vonuara për një lider që pretendon të jetë serios dhe duhet të kontribuoje në realizimin e shumë çështjeve që kanë mbetë të hapura të veçanërisht të shqiptarëve, por edhe në rrafshin e ekonomisë, në rrafshin e arsimit, në rrafshin e funksionimit, ato që thash në fillim të institucioneve, funksionimit institucional të demokracisë, ato janë gjëra që duhet të dihen, duhet të vënë në plan programet partijake që në fillim. Dhe mandej, kur do të vendoset hyje në qeveri apo në një koalicionim me partit të tjera, besoj se Taravari është dashur të dije këto gjëra. Para se të vendoset të jetë pjesë e qeverisë, ku kishe paralajmërime që në fillim veçanërisht nga kreu i VMRO-s gjatë fushatës zgjedhore, se ky funksionimi i kësaj qeverie do jetë shumë konfliktuoze, do të jenë brenda funksionimit të qeverisë përmes partive në një anë shqiptare dhe në anën tjetër maqedonase,
kur vinë çështje problemet që kanë të bëjnë me ato ligjet e balansuesi e kështu me radhë, ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe e kështu me radhë. Këto gjëra që në fillim ishin ende të pa qarta dhe pa të sqaruara deri në fund, por tashi ma dulën në shesh se atje ka problem dhe ai problem duhet zgjidhet. A do të ketë fuqi, vleni t'i bëj këto gjëra, pa marrë parasysh se një pjesë e koalicionit përmes zotit Taravari dhe Aleancës për Shqiptarët del në opozit, vleni dhe të tjerët që janë pjesë, apo ndoshta edhe dikush do t'i mbashkangjitet pjesë e qeverisë në të ardhme, në të përbërjen të shohim si do të duket ajo, do t'jetë punë shumë e vështirë, e mundimshme dhe unë dëshiroj edhe të kenë sukses, po që se arrin t'i eliminojnë këto mosmarrveshje apo këto kërcënime ndaj disa të drejtave që tani ma janë të evidentuara edhe në ligje edhe në marrëveshje. Të ndalemi edhe në këtë aspekt që sapo e përmendët, nga 14 përfaqësues shqiptar në shumicën parlamentare, tani mo numri do të bjerë në 9, nëse qeveria mbet vetëm me Vlenin dhe me partitë që mbesin pjesë e koalicionit Vlen. A vlerësoni që ka rrezik legitimiteti i shqiptarëve me këtë përfaqësim, ashtu siç akuzon edhe opozita? Ndoshta këtë duheshe ta përmendi që në fillim, shqetësimi i zotit Mickovski se me largimin e disa deputetëve të Aleancës, tani ma ajo deklarat se shumica shqiptare mbeten në qeveri, ma nuk do qëndroj. Dhe do dale ma me një zë edhe ma të fortë se sa fillimisht që reagon të BDI-a dhe do thote edhe ma shumë se tani ju me këtë përbërje flas nga këndvështrimi numerik. Është tjetër çështje aftësit e individuale të përfaqësuesve saja, por me qenë se atje në fund numerologjia vendos dhe ngritja e gishtave i vendosin gjërat, atëhere duhet mendoj Mickovski se jo Vleni. Vleni gjithsesi do thotë unë jam pjesë e kësaj dhe s'është problem. Por për të arsyetu, do më thënë të drejtën se pjesa dërmuese e shqiptarëve përfaqësohen nga partitë në pushtet, do të jetë diskutabile. A e shihni si pjesë të mundshme të qeverisë Aleancën për shqiptarët të zotit Zedin Sela? Në këtë drejtim, të them të drejtën, nuk e shoh, por në politikë çdo që është e mundshme, veçanërisht në këto prej një kohe, fatkeqësisht shqiptarët përkundra deklaratave që kanë bërë, që nga themelimi i partive të para politike, pjesëmarrja e tyre në qeveri, flas për partitë shqiptare, fatkeqësisht në fillim deklaratat janë do bëjmë këtë për interesin e shqiptarëve, të popullatës, e Maqedonisë, e kështu me radhë, në fund çdo gjë përfundon te interesi personal. Kështu që në këtë drejtim, po që se dominon interesi personal, ka mundësi. Po afrohen zgjedhjet lokale me gjithë këto lëvizje në pushtetin ekzekutiv, partitë nuk po arrin që të fokusohen aty. Shihni mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që po afrohet bashkë me një krizë politike? Po që se nisemi nga fakti se edhe me daljen e Aleancës nga qeveria me atë numër dhe po që se qëndron të jenë pjesë deri në fund si opozit edhe në parlament, atëhere zdi si të them do t'jetë pak problematike këtë kjo punë në këtë drejtim. Kështu që duhet të presim të shohim koha çka do të bëjë. Se numrin e votave mbi 60 disa Mickovski vetëm me partitë Maqedona se i ka, dhe nuk besoj se për këto arsye mund të ketë zgjedhjet parakohshme, po që se qëndron ndonjë problem tjetër fare, që ka edhe në atë drejtim, të them ashtu popullor, që isharete
nga veprimi i disa pjesëtarëve të qeverisë si pjesë e qeverisjes makedonase me larritjet e tyre karshi disa strukturave që edhe Unioni Evropian nuk si të them, nuk dakordohet me veprimet atilla, atëre në qoftë se ka një presion tjetër fare në lidhje me ndryshimet kushtetuese ku bullgarët duhet të jenë pjesë e kushtetutës, në lidhje me qëndrimet në rrafshin ndërkombëtar të Maqedonisë, krye këput kundra Putinit dhe disa qarqeve ekstreme që veprohet. Po edhe reformave të tjera që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian. Edhe shumë gjërave të tjera, atëherë ka mundësi për të mos marrë përgjegjësinë si të them, si që deklarohet ai patriot në atë aspektin nacionalist makedon e kështu me radhë, mund të ndodhe edhe ajo, të ketë edhe zgjedhjet parakoshme që me atë të formojë do një koalicion sipas mendimit të tij edhe më të gjerë që të jetë edhe më i fortë në pushtet, apo për mos ta marrë përgjegjësinë para qytetarëve jo, votuesve vetë që me si të them, me një bindje të fortë e mbështesin pa marrë parasysh ban gabime apo s'ban gabime VMRO-ja, pjesa dërmuese e tyre japin krah VMRO-s edhe kryetarit të kësaj partie. Zoti Luma, ju faleminderit shumë për këtë analizë thelbësore të zhvillimeve të ditëve të fundit, sidomos në bllokun politik shqiptar, me që është bërë më interesant këto ditë, të themi. Faleminderit edhe juve.